Biseda e Musait me Zotin e Gjithësisë. Kur Musai alayhi selam shkoi te zjarri në mal, ai u mirëprit nga një ngjarje mrekullueshme. Ati ju drejtua Zoti. Zoti rrëfen për këtë frymëzim të parë në Kur'an si vijon. Por kur arriti aty një zë e thirrri atë nga ana e djathtë e luginës së bekuar. O Musa, unë jam Zoti yt, Zoti i gjithë botrave. Surja Kasas 30. Dhe kur arriti aty, një zë e thirrri në emër. O Musa, unë jam Zoti yt, zbathi këpucët, sandalet, se ti me të vërtet që ndodhesh në luginën e shenjtë, Tuva. Dhe unë të kam zgjedhur ty, kështu që dëgjo mirë se çfarë të frymëzohet ty. Sigurisht që unë, vërtet unë jam Allahu, nuk ka zot tjetër pos meje, kështu që më adhuro dhe plotso rregullisht faljen e namazit për përkujtimin tim. Surja Taha 11:14. Ky ishte frymëzimi i parë që Musa i pranoi, që e nderonte atë si të dërguar të Zotit, rangu më i lartë që një qenie njerëzore mund të arrijë në këtë botë. Një pikë e rëndësishme meriton vëmendje këtu. Zoti drejtohet Musait. Zoti e thret Musain nga një dru. Zoti ishte mjaft afër Musait se t'i drejtohej atij drejt për drejt. E vërteta megjithatë është, Zoti është gjithnjë aq afër sa për t'ju drejtuar kujt të do. Për shembull, gjatë leximit të këtyre rreshtave, Zoti është afër teje. Është aq afër sa të flas me ty, të dëgjoj zërin tënd dhe t'ju bëj të dëgjoni zërin e tij. Ai mund të na dëgjojë edhe nëse ne përshpërisim. Zoti rrëfen këtë fakt në Kur'an me këtë varg. Zoti është më afër njeriut se sa vetë vena e qafës së tij. Surja Kaf 16. Pasi i tha Musait se zëri që dëgjoni takon Zotit të tij, Zoti e pyeti atë për shkopin e tij. Dhe ç'është ajo që ke në dorën tënde të djathtë, o Musa? Ai u përgjigj. Ky është shkopi im mbi të cilin unë mbështetem, me të cilin shkund gjethe nga pemët për delet e mia dhe më shërben edhe për punë të tjera. Surja Taha 17:18. S'ka dyshim se Zoti e dinte çfarë Musai mbante në dorë. Megjithatë, për ta udhëzuar Musain dhe për t'ia njoftuar atij urtësinë e tij, Zoti i tha që ta hedh shkopin. I dhe shkopin tënd. Por kur ai e pa atë të përdritej si të ishte gjarpër, u kthye dhe iku dhe nuk shiqoi prapa. Surja Neml 10. Kur Musa i pa shkopin e tij të shndërrohej në gjarpër, e pushtoi frika. Megjithatë, kjo ngjarje ishte parapar të jetë një mësim me anë të cilit Zoti mësoi Musain të mos friksohej ndaj askujt tjetër përveç tij dhe të mos i nënshtrohej askujt tjetër pos tij. Mos ki frik, Musa. Vërtet që të dërguarit nuk friksohen para meje. Surja Neml 10. Ai tha, kape atë dhe mos ke frik. Ne do ta kthejmë në gjendjen e mëparshme. Surja Taha 21. Në pajtim me urdhrin, Musa i mori shkopin e tij. Ky shkop më vonë do të bëhet një mrekulli që do të përdoret kundër faraonit. Pas kësaj, Zoti i dha Musait mrekullinë e dytë. Fute dorën tënde në gji, do të dalë plotësisht e bardhë dhe e pa dëmtuar fare. Surja Kasas 32. Siç na njoftojnë vargjet e mësipërme, dora e Musait u shfaq plotësisht e bardhë, si një mrekulli nga Zoti. Musai u shqetësua dhe u ndjej friksuar nga këto gjëra. Megjithatë, Zoti e urdhëroi të merrte veten dhe të shkonte me këto mrekullitë e faraoni. Dhe vëri duart në ije që të çlirohesh nga frika. Këto janë dy dëshmi nga Zoti yt për faraonin dhe krerët e tij. Vërtet që ata janë një popull në rrugë të gabuar. Surja Kasas 32.